Nëna e Shpat Kasapit me mesazh prekës fjalët e saj për Selvien. Nëna e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, Gjylmësere Kasapi, ka reaguar së fundmi me një mesazh prekës në rrjetet sociale ku ajo falenderon të gjithë ata që kanë qëndruar afër familjes në momentet e vështira. Gjithashtu ajo falenderon edhe nusën e Shpatit, Selvien, të cilën e përshkruan si bashkëshorte të devotshme dhe nën të shkëlqyer për nipin e saj të vogël. Në mënyrë të veçantë dua të falenderoj Selvien time të dashur, shpirtin e shpirtit tim, Shpatit, i cili jo vetëm që e dashuronte, por e adhuronte për butësinë, çiltërsinë, moralin e një bashkëshorte të devotshme, e cila maksimalisht ishte e përkushtuar jo vetëm si bashkë udhëtare në jetën e tyre të përbashkët, por edhe si një nënë e shkëlqyeshme e nipit tim të vogël, Roelit. Kjo vërtetua edhe me faktin se Shpati ndroi jetë në kraharorin e Selvies, theksoi ajo. Në postim, nëna e këngëtarit paralajmëron se çdo spekulim apo keq interpretim lidhur me ngjarjen do të dënohet jo vetëm moralisht, por edhe ligjërisht, duke e kërkuar respekt për dhimbjen e familjes, veçanërisht për Selvien. Ju lutem na lejoni ta përjetojmë dhimbjen tonë të thellë, shkruan nëna e Shpatit. Ja dhe postimi plot. I falenderoj të gjithë familjarët e familjes Kasapi, familjes sime, nga prindrit e mi dhe natyrisht të gjithë shoqërisë tonë në përgjithësi, kolegëve dhe artistëve nga të gjitha trevat shqiptare për mbështetjen dhe ndarjen me ne të dhimbjes së madhe që po përjetojmë me largimin nga jeta të Shpatit tonë të dashur për të gjithë. Në mënyrë të veçantë dua të falenderoj Selvien time të dashur, shpirtin e shpirtit tim, Shpatit, i cili jo vetëm që e dashuronte, por e adhuronte për butësinë, çiltërsinë, moralin e një bashkëshorteje të devotshme, e cila maksimalisht ishte e përkushtuar jo vetëm si bashkëudhëtare në jetën e tyre të përbashkët, por edhe si një nënë e shkëlqyeshme nipit tim të vogël, Roelit. Kjo u vërtetua edhe me faktin se Shpati ndroi jetë në kraharorin e Selvies, mbi të cilin u hudh edhe Roeli, duke mos kuptuar se çka ndodh. Falenderim të sinqert dua të shpreh edhe për familjen Sefer dhe Elida Jao, Agimi dhe Besniku, një familje mrekullueshme të cilët gjatë gjithë periudhës martesore të Shpatit dhe Selvies kanë qëndruar afër nesh gjithmonë, kurse Shpatin e kishin jo si dhëndrin, por si djalin e tyre. Çdo spekulim, ndryshe nga ajo që me zemër të thyer dhe lot në sy prej nëne, vjere dhe gjysheje, do e dënoj jo vetëm moralisht, por edhe ligjërisht. Ju lutem atyre që në këto momente mundohen të na shqetësojnë si familje në përgjithësi, cilindo prej emrave që përmenda më lart, sidomos Selvien time të dashur dhe të respektuar, e cila më mban të gjallë në këto çaste të rënda për mua, të lejojnë t'ja përjetojnë dhimbjen tonë të thellë dhe le të shohim punën e tyre personale. Në fund, një falenderim të thellë për gjithë ata që na ngushëlluan për yllin, dritën dhe birin tim dhe të juajin Shpatin, preu në paqe, shpirti mamit, shkruan Gjylmësere Kasapi.